Në një kohë kur zanatet e vjetra po zbehen çdo ditë më shumë, Sofika Bilbilushi nga Kolonja vazhdon të jetë një shembull i gjallë i përkushtimit dhe dashurisë për traditën. 68 vjeçaria, pavarësisht moshës, nuk ndalet. Çdo ditë ajo ulet pranë tez gjahut dhe punon me durim për të krijuar qilima artizanal me motive të ndryshme. Ajo tregon se realizon lloje të ndryshme qilimash, duke ruajtur teknikat e vjetra të punimit që i ka mësuar ndër vite. Jam na përmeti për zanatin e mësova këtu në Kolonjë, se nuk dim ne na përmeti avëlment. Po në lagjen time të gjitha gratë, kër u mortova unë punonin dhe kisha se dhe. Në momentin që mbeta pa punë një periudhë, fillova dhe është zanat që më pëlqen. Kanë martuaj që në Amerika, në Gjermania, plus shqiptarët që atyre që u pëlqejnë vinë blej. Unë vi që në 6 të mëngjezit dhe i kimë 8 në darkë. Vete tjerë leshin, e laj, vete marë ku qethe në baktitë, e laj e tjerë e shpje në fabrikë në Korçë, e në gjyë e vetë, dhe tokot e fundit ka filluar pëlqenë shumë. Për Sofikën kjo nuk është thjesht një punë. Ajo thotë se përveç se pasion, artizanati i siguron edhe të ardhurat të mira, duke e bërë të ndihet e dobishme. Ja me kënaqur se pensioniste janë sa do të punoj. Për mua ja vlen, po të punosh. Milionere nuk bash, po ja vlen të punosh, të merresh me një punë. Ky lloj zanati të jep kënaqësi për punën që ndjen dora. Megjithatë ajo thekson se ky është një profesion i vështirë dhe kërkon shumë durim dhe përkushtim. Sipas saj të rejat nuk po e ndjekin më këtë zanat, ndaj numri grave që punojnë qilimin artizanal është gjithnjë e më i vogël. Në këtë periudhë që e kanë lënë të gjithë që këtë zanat s'para e kanë qef, mua më pëlqen. Që moti i thoshin minjere grave. Është e vështirë. Se do ta ëndësh, majën, do bësh modelin, sidomos kur është qilimi, ten e parë do qepet bashkë me të dytin që qilimi të shtrohet. Është zanat i vështirë. Unë kam punuar ekonomiste në fakt. Po këtë zanat e kam të dytë. Në një botë që ecën me ritme të shpejta, Sofika mbetet një simbol i dashurisë për traditën. Me duart e saj, ajo nuk punon vetëm fijet e leshit, por ruan një trashëgimi të çmuar kulturore që rrezikon të humbas me kalimin e viteve.